Real Madrid 15 herë kampioni i Europës, është shpartalluar në Emirates Stadium nga Arsenali, ku ka pësuar humbjen e tretë më të thellë të viteve të fundit ndaj një skuadre angleze. Niste gjithçka në 2019 kundër Liverpoolit në Anfield, aty ku Reds shënonin një fitore 4-0 më pas për të ardhur në 2023 në gjysmëfinalen kundër Manchester City në Emirates, ku fitohej nga ana e Citizens me rezultatin po 4-0, ndërsa kapitulli i ri është regjistruar më 8 prill 2025 me Topçit e Londrës që i kanë shkaktuar një humbje 3-0 skuadrës së Ancelotit. Ishte një mbrëmje madhështore për londinezët, të cilët patën protagonist kryesor Declan Rice, autori një 2 golshi me goditje dënimi, duke realizuar gola njëri më i bukur se tjetri pas vetëm 3 tentativash që mesfushori anglez pati drejt portës së Courtois. Më pas ai që rumbullakosi rezultatin ishte pikërisht Merino, i shndruar në një sulmues gjatë ndeshjeve të fundit nga trajneri Mikel Arteta për shkak të mungesës së një sulmuesi të vërtet. Nga ana tjetër, në Myni, Interi ka arritur të përsërisë atë sukses që arrinte për herë të fundit në 2010-2011, kur fitonte 2-3 në drejtimin e Leonardos kundër Bayernit. Tashmë është Inzaghi që ka realizuar një fitore të rëndësishme në ndeshjen e vajtjes së çerkfinaleve të këtij edicioni të UEFA Champions League, duke realizuar një paraqitje vërtet madhështore përballë bavarezëve, teksa Lautaro dhe Fratesi bën në një farë mënyrë të pavlefshëm golin e realizuar nga Müller, i cili ka deklaruar se në fund të sezonit do të largohet pas 12 titujve kampion të fituar nga Munichu. Tashmë ndeshja e kthimit në Milano duket se do të jetë disi më e lehtë për Zikatrit, me Inzaghin që pas 4 humbjeve që kishte pësuar kundër Bayernit në drejtimin e Lazios dhe Interit, ka arritur të marrë fitoren e parë.